një farë mënyre e rehabilitojnë vetën prej goditjes që Po japin këta tjetër, ish opozita na japin lumia kryeministrit. Veterani. Le t'ja japin. Veterani. Ju thot merne. Presidenti Qave pa ja dhon dytin me vetë faktin nëse s'ndërton qeveri po ai nuk ka. Po problemi është si të mërim dhe taj moment. Është zoti kur ti për? Po çka? Për çto opcion që po thuti? Është për? Kur? Qysh është kur? Kur ka Do thonë? të votojnë Albulinën edhe e shet i qysh ka me ordhreni opozitës. Pse pa Albulinën po? Po veç për shifi ata. A veç për shifi, grani. Se kushtetuta ja. Ajo situatë revolucionore, koleg. Pse jo? Nuk ka demokraci, situata revolucionore. Ky ose hiç, nuk ka mo. O ka dek ajo. Populli i Kosovës ka mu kryen ngrit kundër jush. Kuptone? Kuptone? Ka me ju refuzu. Ka me ju refuzuve. Që ky popull e ka refuzu diktaturën që ka pos ushtri dhe matrotat në Evropë. E lema juve. Ju e në këtë krejtësisht platjeni. Apo do me formu qeverinë. Po? Voto Albulinën. Edhe me Po jo, hiq Albulinën, po ti qare për me shku zgjedhje nuk i pa bon kuvendin. A diti kisan? Po te normal. Qare s'ki, po Albini po do me shty maksimalisht. Se zgjedhje po do. Po do zgjedhje, po do mi do psu kundërshtor, do me përcu. Okej, hajde ta çojmë vetëm pak ligjën. Ai beson dikush po. Ai beson ti. Ti Albinit mo. 500 herë më shumë se këtyn e tjerë. Alo, a? Edhe një Çka ka dushu jeta jote? Tani është kjo debat shumë i madh. Po këtë ka vetë, këtë ka mashtru, këtë ka prish me Amerikë, këtë ka jep Këshillit e Atë Evropës. çfarë mentaliteti është kjo Matoshi? Mentalitet fisnor. Ti për mentalitetin mos fol, ti fol çka vjen për politikë atje. Analizmo. Nëse jam pasunu në familjarisht mirë o pushteti. Po e dim ti që ka pas familje që jam pasunu edhe në kohën e Miloševićit. Çush po thotë tash me çat logjik me thon Miloševići i mirë është, a? Unë fola për familje që Ti po thu. E pa vërtet. Ti the. Çfarë ka përmirësu jeta? Jo, çka? Kjo palidhje. E ti dëmon ti pranon me jetu i mashtruar në Fukavalla, apo? Sjom unë nuk nina i mashtrum. Deri të sjom ni. Po ti Shala nuk po përgjigjet kush dëmtohet nga një koalicion i mundshëm? VV-s e LDK? Po me postin e kryeministit apo s'punën kupton? Njerëzit që këtu me në Hoxhën në sill, që si fjalisht ka thonë ku rodhe në Hoxha pushtet. Nuk flitet demokraci me si fjalisht. Ky po thotë që strategji për me dobësullën me shkëmby. Qështu popull ndërtojnë diktatura, sikur krenari që e bon, në studio. E dëgjoj, pranon nuk është krenari ai që mundet. Nuk është se ka potencë nga Popull bën diktatura, koleg, jo individ. Okej, s'është populli krenari. Po çka është krenari? Krenari është krenari. 42.30% i popullit Kosovës. Po, s'e ka shumica. S'e ka Po shumicë. Po s'e shumicë. Jo, shumicë. 43%. Krenar, kush dëmtohet? Po a ki fjalën me kryeministrin as e kisus. Po me kryeministrin kush dëmtohet? Ja dhon LDK-sa? Po? Dëmtohet vetëvendosja. Edhe LDK sa sforcohet. Se me njerë janë njësë, ani ma atë politikën e këtë njerëzët. Ata menojnë që ku është 2005, ani valla, menojnë që forcohen. Asa shtu nuk forcohen. Jo Amerikë është tonë. Klutem, Fidoni e përmenin një sen, tha si besojnë amo se për që ata na ja lypin postin e kryeministrit.